Pas bujës mediatike që qarkulloi në rrjet për fundin e suhishëm të historisë së saj me Ervin Saljanin, një tjetër suhi kërcënon qetësinë e Grida Dumës. Kur dukej se moderatorja po kalonte ditët e saj më të vështira, pikërisht në festën e 21 vjetorit të djalit të saj, Darjenit, trashëgimtarja e Top Channel, Lori Hoxha, ka thyer heshtjen duke dhënë një përgjigje të koduar në lidhje me lajmin e largimit të Grida Dumës nga Top Channel. Në ndritat e festës, Lori mori mikrofonin dhe lëshoi një deklaratë të koduar që i ngriu të pranishmit. Ajo tha: "Unë jam me fat që jam mes jush, sepse shoh që Grida ka miq të mrekullueshëm që e duan shumë. Por nëse ajo në vazhdim nuk do të më ketë më mua në krah, siç kemi qenë këto 4 vite, jam e bindur që do të ketë afër vetes njerëz që do ta duan dhe do ta gëzojnë edhe më shumë se sa e kam gëzuar unë." Ky urimi i Lorit ka ngritur shumë pyetje. Çfarë po ndodh vërtet në zyrat e televizionit më të fuqishëm në vend që publiku nuk i sheh dot? Pse Lori Hoxha zgjodhi një moment kaq intim familjar për të paralajmëruar një të ardhme ku rrugët e tyre do të ndahen? A është kjo një pak sekret që paralajmëron largimin e detyruar të Grida Dumës nga ekrani Top Story? Fjalët e Lorit mund të jenë sinjali i parë i një stuhie radikale që pritet të shkundë themelet e televizionit shumë shpejt. Vlen të kujtojmë se Grida ka qenë një nga moderatorët më të paguara të Top Channel. Rroga saj mujore kapte shifrën 15.000 euro në muaj. Pritet për të parë se në cilin ekran do ta shohim këtë sezon moderatoren Grida Duma. Po ju, si e interpretoni këtë mesazh? Çfarë mendoni se fshihet pas kësaj deklarate tronditse? Shkruani mendimin tuaj në komentet poshtë videos dhe mos harroni të bëni subscribe në kanal për të qenë të parët që do të merrni lajme interesante.